Panelet fotovoltaike duket se janë një risi në energjinë e rinovueshme në vendin tonë, e cila po përqafohet gjithashtu edhe nga shumë familje. Unë sot jam me Patricia Çekrezin, përshëndetje, mirë se erdhe. Pasi në vilën e saj, në shtëpinë e saj, kanë të vendosur panelet fotovoltaike, që në fakt duhet thënë se edhe bashkëshorti juaj merret me instalimin e këtyre paneleve. Nisur nga ky aspekt, a ka qenë më i lehtë apo më i vështirë vendimi për t'i vendosur në shtëpi këto panele? Faleminderit për intervistën. Ne në shtëpinë tonë i kemi vënë së fundmi, duke qenë se si biznes bashkëshorti ka 15 vite që merret në këtë sektor, por duke qenë se jetonim në një apartament e kishim të pamundur sipas ligjeve, sipas atyre që realisht ishte pamundur që ne t'i vinim në apartament, dhe në momentin që u shvendosëm në një hapësirë më të madhe, tashmë i kemi vënë. Dhe patjetër që në momentin e parë dhe ishte mundësia, do t'i kishim vënë dhe më herët nëse do kishim mundësi. A ishit ju skeptike në fillim, apo kishit një hurit e mirë Jo, detajuara? duke qenë se nga bashkëshorti normalisht dhe nga bizneset e tjera që në shumicën i kemi miq që i kanë tashmë dhe i përfitojnë të gjitha benefitet që sistemet fotovoltaike japin, përsa i përket edhe reduktimit të kostove që është kryesorja, faturës së energjisë. A mendoni se përvoja juaj personale e ndihmon edhe atë punën me klientët, pasi po themi ju e dini se si ndihet një familje para dhe pas vendosjes së kësaj lloji teknologjie të re të rinovueshme? Patjetër, tani dhe më shumë pasi unë e kam në përdorimin tim personal, duke qenë se nuk është inxhinieria elektrike, energjia nuk është sektorim, nuk është fusha që unë njoh, por e kam shumë më të lehtë që t'i tregoj dhe t'ja prezantoj mikeshave apo miqve që ne kemi për familjet apo për bizneset e tyre. Besoj që është edhe një kuriozitet i shtuar gjatë kohës që ti përmend në një bisedë, apo nëse ju vinë miq në shtëpi dhe mund ta shohin edhe nga afër. E vërtet, domethënë gjëja e parë kur na vin për herë të parë miq është t'i tregojmë sistemet, duke qenë se ne kemi dhe përveç se çatis që ato vendosen zakonisht, kemi bërë edhe tenda funksionale për parkimin të mbuluar, por që ajo shërben pasi çatia nuk është një hapësirë e mjaftueshme për të mbuluar të gjithë kapacitetin që një shtëpi mund të ketë nevojë. Dhe është edhe e bukur, pra edhe në syrin për një arkitekt, besoj, disa nga miqtë tanë arkitekt i kanë pëlqyer dhe sugjeruar edhe te klientët të tyre. Gjëja e parë që ndryshoi në përditshmërinë tuaj pas vendosjes së paneleve? Në fakt, ka qenë një ndryshim i madh, meqenëse keni kaluar dhe nga apartamenti në një gjëja e parë hapësirë më të madhe. Faktikisht ka qenë kështu se në momentin që ty hyn në një shtëpi të re, pa pasur certifikatat e pronësisë, pra pa mbaruar i gjithë kompleksi, ti nuk ke të drejtën që ligji nuk ta lejon që ti të ndërtosh panelet. Dhe në muajt e parë ne paguanim fatura energjie që ishin goxha të larta dhe arritëm të bënim këtë ndryshimin, pra nga këto muaj që paguanim 5x, tani paguajmë 0, fatura jonë e energjisë është zeruar. E ndjeni sot një lloj sigurie më të madhe, duke qenë se për edhe këtë ndarjen 5x me x, pra më përpara paguaj 5 fish dhe sot paguan 0. Ndjen një lloj qetësie dhe sigurie sa i përket kësaj pjese? Po, e ndjej pasi
është një kosto goxha e lartë për një familje, sidomos kur ti edhe me fëmijë të vegjël, kur shpeshherë të duhet edhe të fikësh drita, të kursesh, të thuash o bobo se do më vi fatura shumë e lartë të muaj. Ne nuk e kemi këtë problem, pasi themi shqyr që është diell dhe do t'i mbulojmë. Në të njëjtën kohë, në shtëpi ne kemi dhe sistemin e baterive, pra sa më shumë të akumulohet energji nga dielli, kur na ikin dritat e vëm në punë. Edhe fëmijët, duke qenë se dhe ata po rriten me të njëjtën frym dhe këtë lloj energjie është vërtet përdorur në një shtëpi. ndër risit që ne kemi bërë vitin e kaluar, të gjithë, duke qenë se të 3 çunat janë në një shkollë, kemi bërë një ekskursion ku i kemi treguar me një inxhinier tonin, kanë ardhur tek Euroelektra dhe kanë parë se si energjia, kanë bërë një trajnim, i kemi dhënë ca dhurata në sensin panele të vogla për të parë dhe për të kuptuar më shumë se si nga dielli ne mund të përfitojmë energji. Dhe si ju është shpjeguar fëmijëve, duke qenë se mosha e tyre është më vogël, kjo lloj energjie dhe sigurisht edhe ruajtja, kursimi, këto shembuj që janë të mirë për fëmijët. Faktikisht ka qenë një slajd i punuar nga inxhinieri jon Igli, i cili kishte bërë shumë interesante me Supermanin, me disa panele, që tregonte se si dielli vriste atë rrezja e diellit vriste panelin dhe nga paneli pastaj vije shpriza dhe shikonin se u ndezën dritat nga dielli. Ka qenë shumë interesante dhe normalisht që çunat tan ishin ata që donin t'i tregonin shokëve sepse duke dëgjuar gjithkohës për panelet dhe duke i pasur dhe vetë në shtëpi ishin më familjar me termin fotovoltaik. Nëse do kishit nisur këtë proces nga fillimi, ka diçka që do kishit bërë ndryshe? Mendoj që jo, pasi në fillim ka qenë më e vështirë sepse njerëzit kanë qenë të painformuar, por tani të gjithë kanë edhe marketingu që po bëhet për kompanitë e tilla, apo që kompania jonë po bën për të ndërgjegjësuar të gjitha bizneset, apo dhe familjarë dhe individët në ambiente personale, është më e thjeshtë, sot është më e thjeshtë. E cekë edhe pak më herët që ndjeni krenar për faktin që sigurisht i keni edhe në shtëpi panele fotovoltaike, po ka një lloj, po themi, krenarie ose ndjesie të mirë kur mendoni që e gjithë jeni dhe prodhues të energjisë për familjen tuaj, por njëkohësisht edhe pra e gjitha është rinovueshme dhe nuk harxohen burime, po themi duke qenë se dielli është gjithmonë aty. E vërtet, jemi shumë krenar dhe në kompleksin ku ne jetojmë jemi bërë nismëtarët për të pasur edhe disa shtëpi banimi të tjera green sikurse dhe ne. Nëse keni ndonjëherë biseda, siç tham, mes mish apo mikeshash dhe kanë një farë hezitimi që dua më shumë e madhe për ne, mjaftohemi me energjinë elektrike tradicionale, si është ky diskutim dhe çfarë do t'i thoshe? Mes mikeshash ato tashmë janë të bindura sepse faktori kryesor është kursimi, me energjinë diellore ti kursen. Dhe normalisht nisur nga kjo është ajo që i shtyn për ta bërë, por që ndoshta e lëm pas dore me idenë se është një investim për pak më vonë, por që janë ndërgjegjësuar, do thoja, dhe të gjithë e kanë kërkuar dhe shumica e kanë nga miqtë tanë. Nëse bën një krahasim me energjinë dhe me faturën që ke përdorur përpara instalimit të paneleve, duke qenë se thjesht për 7-8 muaj e ke pasur shtëpinë jo me panele fotovoltaike, çfarë krahasimi dhe diference do t'i jepje? Sa mendon se ke kursyer për një vit? Kam kursyer për një vit, mund të kem kursyer shumë, pasi faturat e një shtëpie të madhe normalisht janë goxha të larta dhe ne mund të kemi kursyer ndoshta për një vit gjysmën apo çerekun e të gjithë investimit që na ka kushtuar bërja e këtyre paneleve. Kështu që e bie që gati për 2 vjet ose 3 vjet është kthimi i investimit mbrapsht dhe pastaj edhe pagesa në fund të ditës e faturës së energjisë është zero ose thuajse zero. Pra pas 3 vitesh ti fillon dhe kursen. Sa vite u bët që keni panelet në shtëpinë tuaj? Ne kemi 3 vite e gjysmë.
Domethënë që ke kemi filluar të fitojmë në momentin e fitimit të paneleve. Faleminderit shumë Patricia për intervistën dhe çfarë ndam së bashku në lidhje me energjinë e rinovueshme. Ishte shumë kënaqësi.